Besnik, një psikolog mund të referoj një pacient në bazë anamnezës tek psikiatri, por një pacient që vjen nga psikiatri tek psikologu, a ekziston? Në punën me klienta, një prej elementeve shumë të rëndësishme është bashkëpunimi ekipor. Domethënë, ai trekant që jarë që është psikiatër, psikolog edhe klient, kemi në përvojë të punës kemi raste që vinë të referuar nga psikiatri, ata vinë me rekomendimet çka me punu me të, mund vinë për vlerësime, për teste ndryshme psikologjike, për teste neuropsikologjike, për teste inteligjencës, për teste personaliteti, edhe ne në këto raste i përgjigjemi kërkesës psikiatrit, sepse është në planin e tij punës. Ka raste kur vinë për psikoterapi, atëherë shumicën e herave na ndërtojmë edhe në bashkëpunim me psikiatrin, edhe në këtë formë i qasemi pacientit të koordinu edhe pjesën e terapisë që e bën psikiatri, edhe ne me qasin tonë psikoterapisë në shërbim të pacientit edhe të përmirësimit gjendjes tij.